Me ekspertin e çështjeve të sigurisë me zotin Xhavid Shala do të kemë kënaqësinë të ndaj disa minuta në transmetim të drejtë për drejtë në lidhje me gjitha këto zhvillime. Zoti Shala, përshëndetje, kënaqësi që po flasim së bashku. Përshëndetje. Çfarë pritet nga samiti i NATO-s në Turqi, duke marrë parasysh rolin në rritje të këtij vendi dhe të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, edhe me deklarata shumë të forta në raport me gjitha zhvillimet që kanë ndodhur, tentoi të ishte ndërmjetësja midis luftës që ndodhi në Ukrainë, pra mes Rusisë dhe Ukrainës, ku disa herë palët u thuan edhe drejt Ankaras, ku pritet mbahet ky samit apo drejt Stambollit, por gjithashtu ka patur reagimet edhe në lidhje me çfarë do të ndodhë ose çfarë ka ndodhur në lindjen e mesme. Si e shikoni rëndësinë e këtij samiti? Veç se ky samit ka një rëndësi të jashtëzakonshme për vetë momentet kur ai po zhvillohet dhe për vendin ku po zhvillohet, domethënë. Janë tre probleme të rëndësishme në prag të këtij samiti. E para është lufta në Ukrainë, dhe ku do diskutohet gjëra gjatë për vazhdimin e mbështetjes ndaj Ukrainës. E dyta është kriza në lindjen e mesme, pra si do vazhdoj, si do zgjidhet, sepse deri tashmë mendohet që është arritur një marrëveshje, por më sa duket vazhdojmë të ndodhemi në fazën e menaxhimit të konfliktit, jo të përfundimit të konfliktit. Dhe momenti i tretë i rëndësishëm është që për të ardhmen në NATO, debati i madh për të ardhmen në NATO. Për të treja këto probleme mendohet që në samitin e Ankaras do gjejë një zgjidhje. Qenia apo pritja nga ana e presidentit Erdogan ka një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse ai është një ndërmjetës i mirë, siç e përmendët ju, në shumë drejtime, por edhe për raportet e shkëlqyera që ai ka me presidentin Trump, sepse mund të ndodhim për një probleme nëse presidenti Trump mund të shkonte apo jo fare në samit për shkak të këtyre probleme që u hapën në debatet brenda NATO-s apo në përfundim të konfliktit. Për sa i përket raportit me Ukrainën, mendohet dhe është vendosur që NATO do vazhdojë për 2026 në 2027 do ketë mbështetje të fuqishme për Ukrainën në sasinë për rreth 40 miliard dollar, 40 miliard euro ndihma për Ukrainën, ndërkohë që 60 miliard mendohet që do t'i sigurojë gjatë këtyre 2 viteve, mendohet që do t'i sigurojë BE-ja. Pra i bie që Ukraina të jetë blinduar me rreth 140 miliard euro investime. Kjo është një gjë shumë e mirë, përfundimisht Ukraina ka kaluar, nuk është më në atë fazën kur ishte para apo nga mesi i konfliktit apo në vitet 2023-2024, por tashmë ajo ka prodhimin e saj, por edhe ka mbështetje fuqishme nga NATO dhe nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me inteligjencë. Për sa i përket ta themi gjenies në krizës në linjën e mesme, problemi këtu është anë debat më shumë, sepse presidenti Trump ka qenë i pakënaqur, faktikisht në bazë të traktatit të NATO-s, vendet europiane të NATO-s kanë qenë shumë korrekte, sepse traktati i NATO-s në enitet thotë që aktivizohet NATO, aktivizohet avalatët, aktivizohen për kur goditet një vend antar, pra i NATO-s goditet në territorin e tij. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë goditur, lufta ka zhvilluar shumë larg Shtetet Bashkuara të Amerikës me mijëra kilometra, kështu që gjithsesi presidenti Trump mendon se e ka vënë në provë NATO-n dhe ajo nuk i është përgjigjur, kështu që ai do të justifikojë, ka shansin e mirë për të justifikuar atë tërheqjen e mundshme të forcave, të gjithë pjesë të forcave të mjeteve, sepse nuk diskutohet për tërheqje të mëdha, por grafik lëvizësh për të mbështetur interesat amerikane në zonën e Indo-Paqësorit. Kjo ishte për dimensionin e dytë të pritshëm të këtij samiti. Ndërsa pjesa e tretë është ajo që është edhe nga sekretari i luftës i Shtetit Bashkuar të Amerikës në takimin e ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s, u tha që NATO do të kalojë në variantin 3.0. Pra, kjo është një zhvillim shumë interesant. Kjo nuk do thotë që NATO do shpërbëhet, kjo do thotë që NATO do ridimensionohet. Dhe cili është thelbi i 3.0 variantit? Thelbi është kjo që europianët marrin përgjegjësinë për sigurinë e tyre. Pra, kalojnë nga ajo fazë e të zgjatur po themi e një situate ku ata nuk investonin në fushën e mbrojtjes, në një fazë ku ata do marrin vetë parasysh do marrin fatet e tyre në dorë, pra Europa, vendet europiane do të kalojnë nga shtete po themi reaktive në proaktive, pra do të jenë ato që do të formsojnë të ardhmen e NATO-s. Dhe nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës do të përqendrohen në interesat e tyre në zonën jugut global dhe në Indo-Paqësor,
edhe kjo është mjaft e rëndësishme dhe si dhe do të vendoset për ecurinë e çështjes së shpenzimeve dhe të armatimit. Pra këto janë problemet më të mëdha që pritet të gjejnë zgjidhje. Kjo varianti 3.0 po. Jo, po e përfundojmë profesor dhe pastaj e vazhdoj, pa problem. Varianti 3.0 është shumë interesant që të mos mbetet thjesht një deklarat politike, por të kalohet në hapa konkret që do të merren në vendime të rëndësishme besoj atje. Në përfundim të këtij samiti, nëse do të dilet me një deklaratë të fortë, pra samiti i Ankaras të dalin me deklaratë të fortë, do të thotë që çështjet janë në rregull. Nëse palet pastaj do kenë probleme, pra sidomos në raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës për sa i përket raportit të investimeve të tjerë, atëherë do të thotë që NATO akoma në këtë ka kaluar problemet pra që janë hapur tashmë me çështjet e koherencës së SAD-it. Profesor, si do të tentojë Turqia ta tregojë veten, siç e kemi parë një dëshirë nga ana e liderit turk Recep Tayyip Erdogan, edhe në raste të tjera. Unë mora shembullin e dëshirës për të ndërmjetësuar në konflikte, po nga ana tjetër edhe në investimet që ka bërë në infrastrukturën kryesisht të mbrojtjes. Turqia dhe Ankaraja zyrtare kanë dashur gjithmonë që ta rendisin veten si një prej vendeve më të fuqishme të NATO-s. Çfarë pritet kësaj here përtejse nga aleanca dhe këto tre arsye kryesore që renditet ju si pritshmëritë e asaj se çfarë pritet ndodh në samitin që do të në Turqi, por nga vetë Turqia, pra çfarë mesazhesh mund të merren ose mund të jepen në raport me aleancën dhe me kushtet e sigurisë në cilën ndodhet sot bota? Turqia ka kohë, këto vitet e fundit, ka kohë që është dalluar në dy drejtime kryesore. E para është shndërruar një aktor të fuqishëm gjeopolitik, e dyta është shndërruar në një aktor i cili kërkon të marrë përgjegjësi në raportet ndërkombëtare, pra në ato ndërmjetësimet që ju përmend dhe një të tretë që du ta shtoj që është një nga vendet, është ushtria më e fortë e NATO-s në pjesën jugore, pra pas Shtetet Bashkuara të Amerikës me numrin më të madh që për sa i përket numrit mund të rivalizojë po themi me Ukrainën, po Ukraina është në situatë lufte, domethënë. Dhe nga ana tjetër është vendi që ka industrinë e armatimit më perfekte, domethënë edhe ka zhvillim të jashtëzakonshëm. Mos harrojmë që dronet Bayraktar të Turqit që janë ato të parët që këtyn rezultatet e betejës apo sulmin rus në Ukrainë. Pra, Turqia kërkon rol më të rëndësishëm, është një aktor i rëndësishëm në zonën në linjën e mesme, e pavarësisht rivalitetit të saj me Izraelin apo dhe me fuqitë e tjera rajonale, Turqia ka treguar që është shumë koherente dhe është shumë e vendosur për proceset paqësorë që mos harrojmë rolin e saj. Në çdo moment ajo ka afruar ndërmjetësimin në rastet e konfliktit midis Shebas Izraelit me Iranin. Pra është nga ana tjetër ka afruar ndërmjetësimin e saj edhe për raportet Ukrainë-Rusi. Pra mund të themi që presidenti Erdogan ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në këtë fushë dhe është nga presidentët e vet, po thuajse jo në aspektin në këtë zonë, domethënë në zonën e Europës apo edhe në kryeqytetet që janë të shteteve anëtare të NATO-s që gëzon një respekt të jashtëzakonshëm nga ana e presidentit Trump. Shikoj janë të rëndësishme shpesh edhe raportet personale, sepse këto shpesh po përkthehen edhe në rezultatet e censurimit politik. Sidomos kur bëhet fjalë për Trumpin. Pikërisht. Është për ne themun që Turqia ka vazhdon, domethënë kërkon që të ketë ndikim, mendoj që mund të ishte ka qenë një nga përveç Islamabadit që pat rolin kryesor, edhe Turqia dhe Katari kanë patur rol shumë të rëndësishëm në uljen e palëve dhe vazhdojnë të kenë rol të rëndësishëm përsëri pra në bisedime. Mos harrojmë që ka qenë një pavarësisht se kjo lëvizje e Turqisë, ky reputacion dhe kjo vendosmëri e Turqisë në farë mënyrë u duk sikur cënoi interesat izraelite në rastin e konfliktit, sepse Izraeli bëri përpjekje për përdorimin e forcave kurde të Iranit të përdorte si forca toksore për të hapur probleme me regjimin iranian, po ka qenë një ndërhyrje e fuqishme e presidentit Erdogan, e shërbimeve sekrete turke, por edhe ndërhyrja tyre tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës që bën të mundur që ky plan mos të vijë në jetë. Bile përpjekjet që u bën Turqia kërcënoi hapur që se do zhvillohet ky skenar, atëherë Turqia do të sulmonte do të pushtonte territoret kurde në Iran dhe do të krijonte një rrymë apo një hapësirë të madhe sigurie.
E qartë, ndërkohë samiti NATO-s vitin e ardhshëm në vitin 2027 është parashikuar të mbahet në Tiranë, gjithmonë nëse nuk ka ndonjë gjë të jashtëzakonshme që mund ta ndryshojë planin deri në këtë moment. Çfarë kapacitetesh ka vendi ynë për të organizuar një samit të tillë, zoti Shala? Pritja, besoj se edhe samiti rrallë parësisht se priten të merren vendime të rëndësishme në samitin e Ankaras dhe bëhet fjalë bile edhe për në një farë mënyrë për rrallimin për të mos i bërë jetore këto samite, pra diskutohet edhe ky variant, po nuk mendoj se cënon në rastin e Shqipërisë, sepse rasti i Shqipërisë është vendosur. Unë mendoj se është një diçka shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Shqipëria tashmë është një aktor të paktën në nivelin e rreth pra shifet si një partnere, besuar, ka organizuar disa aktivitete të tilla të ndërkombëtare, jo të fare të përmasa ku mund ishin edhe presidenti i Bashkuar, por kanë qenë gjithë kryetarët e shteteve dhe të qeverive të vendeve europian. Pra ato takime të rëndësishme, kështu që unë them që kemi eksperiencën e dur dhe për të menaxhuar këto dhe ofrojmë sigurinë e dur për aktivitete të tilla kaq të rëndësishme. Ai do jetë një zhvillim shumë i rëndësishëm dhe edhe për Shqipërinë. Këtu do të jetë pastaj vëmendja e gjithë mediave botërore, do të jetë prezente e lidershipit kryesor evropian dhe të NATO-s dhe normalisht që për Shqipërinë është një plus i madh. Në qartë. Dua të flas pak në fund edhe për çfarë po ndodh midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, sepse sa herë që duket se palët janë afër një marrëveshje, le të themi, e cila është më e kurnizuar se sa ajo për cilën janë lënë 60 ditë afat, o ka sulme, o ka debate për Hormuzin, o ka sulme nga Izraeli dhe për Libanin, pra dhe Hezbollahun, pavarësisht se atje duket sikur ka një marrëveshje trepalçe që me sa duket nuk përfshin Hezbollahun, sepse ky i fundit ka qenë kundër. Si i shikoni zhvillimet dhe përpjekjet për paqe mes dy vendeve, profesor? Unë kam qenë arritje, domethënë atë memorandum mirëkuptimi, po ajo nuk është marrëveshje paqe, ajo është thjesht një memorandum patjetër, po. Ku palët mirëkupton se çfarë rrugë do të ndjekun me pas derisa të arrit paqja. Por është interesante mënyra se si interpretojnë palët. Gjërat e shkruara palët interpretojnë, çdo pikë e interpretojnë në mënyrë sipas interesave të veta dhe kjo është një dobësi e madhe domethënë ekipet negociatorë duhet t'i saktojnë shumë mirë gjërat, por këto meqense u lan që të diskutoheshin më pas, mund të them që palët tashmë janë të dy palët përpiqen të ulen në pozita force në tavolinën e bisedimeve, pati vazhdojnë pozita force dhe të dy palët nuk kanë interes të futen në konflikte hapur dhe prandaj kërcënojnë njëra tjetrën. Në një farë mënyre ndodhemi në një fazë ku Shtetet e Bashkuara nuk kanë interes ta vazhdojnë këtë konflikt edhe për shkak të raporteve të brendshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra në raporteve politike brenda vendit, pra edhe për humbjen e mbështetjes, por edhe për zgjedhjet e mes mandatit. Pra, ndodhemi në një situatë ku edhe dje janë rikthyer përsëri palët dhe po nëse vazhdojnë takimet me kontaktim direkt, dje kanë vazhduar bisedimin nëpërmjet palëve të treta. Kjo do të thotë që nëpërmjet Katarit dhe Islamabadit. Pra po vazhduese, pra ishin bashkë në tavolinë, tashmë ka hyrë prapë ndërmjetësi. Kjo do të thotë se niveli i besimit ka rënë. Por unë mund të them që iranianët po bëjnë përpjekje maksimale në mënyrë që t'i tërheqin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke parë interesin që Shtetet e Bashkuara janë të interesuar për ta mbyllur këtë konflikt, t'i tërheqin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë po themin atë cilin e tyre negociator për të përfituar sa më shumë, duke ofruar zgjidhjet që duke kërkuar apo duke vënë kushte siç është rasti i ngushisë Hormuzit, i cili para konfliktit as që diskutoi fare, kurse tashmë ata pretendojnë që nuk do kthehet fare në statusin e mëparshëm. Kjo ka hap probleme, pastaj mund të hap probleme edhe në raportet ndërkombëtare, mund të hap probleme në raport me ligjin ndërkombëtar, mund të hap probleme me rolin e Shtetit Bashkuar të Amerikës si garantues të lirisë së lundrimit në kudo në botë. Pra janë një sër problemesh, mund të jetë një model i keq edhe për shtete të tjera në ngushtimet e tjera. Pra do të shohim që çfarë zhvillimi do ketë, por deri në këtë moment në konkluzion mund të them që shtetet nuk kanë një marrëveshje paqe, por kanë një përpjekje për menaxhimin e konfliktit. E qartë. Profesor, shumë faleminderit, ne si gjithmonë për mendimet që na jepni. Faleminderit ju për ftesën.